Mirë, juftoj tek mësimi unë që kemi për sot. Neve ishim duke lexuar pra pak minutat përpara nga Jeremia. Është edhe uh, kapitulli ku neve kemi dhe mësimin, është pikërisht vargu 13 tek Jeremia që Zoti thot keni bërë dy të këqija. Ajo çfarë vihet re në këtë kohë, paktën në kohën kur izraelitët ata kishin dalë nga Egjipt. Edhe siç duket kishin harruar të gjitha të mirat, të gjitha bekimet që Zoti u kishte bërë atyre edhe që i shpëtoi nga gjitha ato vuajtje skllavëruese që ata ishin në atë kohë në Egjipt. Edhe pikërisht në këto momente ata ranë në qetësi, ranë në një lloj qetësie ose një lloj gjumi, edhe që mendonin që do të kishin do gjën në rregull. Edhe çfarë është më e keqja që neve e pam tek kapitulli 2 në pam që Izraeli u larguan nga Zoti. Vargu 13 thot sepse populli im ka kryer dy të këqija, më ka braktisur mua burimin e ujit që rrjedh për të hapur sterna të prishura, që nuk e mbajnë ujin. Nuk e di çfarë ju bëri përshtypje ndërsa neve lexuam kapitullin 2 tek Jeremia pak më përpara. Më goditi pikërisht mua të paktën edhe kur e lexova bashkë me ju tani vargjet 10 dhe 11. Shikoni si thot. Shkoni në ishujt e kitimit dhe shikoni, dërgoni njerëz në Kedar dhe kthyrni mirë, nëse ka ndodhur një gjë e tillë. Këtë ishuj, kitimi dhe Kedar, shikoni çfarë kishin. A ka ndryshuar ndonjë kom perënditë e tij edhe pse nuk janë perëndi? Por populli im e ka ndërruar lavdinë e tij për diçka që nuk vlen asgjë. A nuk e bën përshtypje kjo gjë që njeriu dëshiron të ketë në mendjen e vet, në dorën e vet, një perëndi të krijuar sipas mënyrës së vet. Si një lloj le të themi ku ta di unë, dëshirë plotësues, që sa herë ka një problem dhe sa herë ka diçka që nuk shkoj t'i lutet këtij Zotit vet, Perëndis vet, që t'i sjellë të mira. Por Zoti thot shikoni thot, edhe këta që adhurojnë këtë lloj perëndis, edhe pse nuk janë perëndi të vërteta, nuk i kanë braktisur. Po me ju thot, çfarë ka ndodhur? Imagjino të kesh këtu diskutohet çështja sot. Të kesh perëndinë e vërtet, edhe nuk je aq besnik sa njerëzit që adhurojnë perëndi të krijuara vet. Ata janë shumë besnik. E di këta besimdytët që mund të quhen që kanë këto adhurimet e tyre ose ristet e tyre speciale. Ta në raste të tilla ata të vrasin të heqin qafe, nëse ti nuk i bindesh këtyre ritualeve që ata bëjnë. Për shembull edhe këta kombet që jetojnë në ishuj të veçantë, kanë ata adhurojnë ato zotat e tyre. Ishte një film para ca kohësh, para ca ditësh fakt. Qëlloj që neve më shumë shikojnë fëmijët kukulla, po qëlloj që një moment të çojmë në televizorin atje. Ishte një komb nga këto që jetonin në pyje, edhe këtë që bënin ritualet. Këta kishin ndërtuar një lloj si tip pallati, edhe kishin zënë prej njerëz të një fisi tjetër, edhe i merrnin dhe i bënin sakrifica aty. Në momentin që këta të gjithë po festonin edhe po kënaqeshin, po gëzonin, ndodh eklipsi i diellit. Ju e dini që eklipsi i diellit është pak, le të themi, minuta që ndodh ajo. Në moment kur
ishte dikush që do e afruan atje te altari këta që kishin për t'i kryer kokë. Ndodh eklipsi, edhe bëhetërsi. Edhe ky mbreti këtyre e tha del përpara popullit edhe i gjasme sikur po i lutesh Zotit të diellit, edhe tha nëse ti tha je i kënaqur me sakrificat tona na trego fytyrën tënde dhe buzëqesh përsëri. Që të dalë, do dilte dielli, do bëhesh dritë përsëri. Edhe në këto momente keni parasysh që del dielli përsëri se ndodh ajo. Edhe këta gëzuan, nuk kënaqen, e lanë atë ritualin e tyre duke sakrifikuar njerëz pa faq. Edhe ky që u afrua afër altarit ishte gati për t'u ofruar si sakrificë shpëtor. Edhe por ai që të bënte përshtypje, pra në këto momente ata ishin shumë të fokusuar edhe pra me këto ritualet e tyre. Apo i keni vënë re këto që nana tona më përpara tani nuk janë dhe aq të theksuara që mos laj me ditë për ditë që maje, mos shu do plakesh e qa janë këto gjëra. Pra ato i vinin re edhe i vinin vesh këtyre gjërave shumë. Madje të kontrolloni dhe sjelljen tënde, qofse këto sjellje ishin bërë sipas kërkesës së ritualit, po them. Apo. Ose kur keni vënë re, ka njerëz sot edhe kësaj dite kur kapin grykët, kështu që bëj fryn durve, që mos bëhen grykët. Për çfarë bëjnë të? Për çfarë është? Mos bëhen grykët? Kështu, po nuk e harrojnë këtë gjë. Ke parasysh? Ka të ha fyti këtu, të ha gërmaci këtu, të gryp, frygista. Pra ishin goxha besnik në këtë gjë. Tani ne kemi Perëndinë e vërtet, ku na jep jetë, ku Zoti e përshkruan veten e tij si ujë i gjallë. Ky ujë që pim ne na shon etjen e momentit, por përsëri na bën të kemi etje, ta duam përsëri. Pra, çfarë ndodhte? Që njerëzit në atë kohë, mua për vete, ndërsa e lexuam përsëri këtë kapitull bashkë, më duk shumë aktual. Njerëzit e sotshëm kanë tendencën që të besojnë më shumë atë çfarë është si gënjeshtër, atë çfarë është e bukur nga ana vizuale, pra nga pamja e jashtme, nëse ata e shikojnë, nëse ata e prekin, ata thonë që kjo është e vërtetë. Edhe ndërkohë që Zoti i fton njerëzit dhe thotë shikoni, thotë pse keni braktisur Perëndinë e vërtetë. Edhe Zoti përsëri i thotë shiko, thotë, mua po më akuzoni tek pjesa e dytë e kapitullit 2 në pam që Zoti tha unë do hyj gjysh me ju. Pse? Sepse ju po thoni unë nuk kam bërë gabime, unë nuk kam mëkatuar. Por në të vërtetë ju, thot Zoti, jeni mëkatar. Jeni mëkatar dhe meritoni dënim. Çfarë ndodh dhe me ne sot? Ju kujtohet historia me gruan samaritane, kur Jezusi kaloi atje, ndërsa judejt shkonin në qytet, ata në fakt i binin gjatë, nuk shkonin mes për mes Samaris, që të takonin njerëzit, sepse mendonin që do të bani veten e tyre të pistë. Pra, e konsideronin veten e tyre të pastër, të shenjtë, të shenjtëruar nga Perëndia, edhe nëse ju do të kaloje prej Samaris, aty ishte edhe rruga më e shkurtër, ata e konsideronin të papastër. Por Jezusi kaloi aty madje edhe tek pusi që ata samaritanët mbushnin ujë, gjeti një grua dhe i tha më jep të pi grua. Edhe çfarë ndodhi ishte që gruaja e njihte, sepse judejt dhe samaritanët kishin dhe një veshje karakteristike, që ata dalloheshin prej njëri tjetrit. Edhe çfarë ndodhi që ajo
i refuzojnë në paga shumë. Edhe Jezus i thot, a dish ti kush po të kërkon ujë, ti vetë do të kërkosh ujë për meje. Ne shpesh herë, edhe Jezus i tregon kush ishte që jam ujë i gjallë, neve gjithmonë kemi këtë lloj të tendence, që atë nevojë tonë personale, shpirtërore që është e përjetshme, ne kërkojmë që ta përmbushim me diçka fizike që është momentan. Edhe e kemi shumë të vështirë që të shqitemi asaj. Por Perëndia i thret vëmendjen. Le të shkojmë dhe një pak tek Gjoni së bashku. 4 Gjoni kapitulli 4, vargjet 13 dhe 14. Ku Jezusi i kërkon ujë. Duke filluar nga vargu 6, por aty ishte pusi i Jakobit dhe Jezusi duke qenë i lodhur nga udhëtimi ul pranë pusit ishte rreth orës 6. Një grua nga Samaria erdhi të nxjerrë ujë, pra ishte pusi i Samaritan. Jezusi i tha, më jep të pi. Një grua nga Samaria, dhe sepse dishepujt e vet kishin shkuar në qytet për të bler ushqim. Atëherë gruaja samaritane tha, po qysh, ti që ju do kërkon të pish prej meje? Pra ata e konsideronin si gjë shumë serioze. E konsideronin diçka si të papastër, sepse judejnë nuk shoqërohen me samaritanët. Jezusi i përgjigj dhe i tha, po tani e ti dhuratën e Perëndisë, se kush është ai që të thotë më jep të pi, ti vetë do të kërkoje nga ai dhe ai do të jepte ujë të gjallë. Gruaja i tha, Zot, ti as kovë nuk ke dhe pusi është i thellë. Për nga e ke pra atë ujë të gjallë? Valje më i madh se Jakobi aty hyn që na dha këtë pus dhe piu prej tij ai vet, bijtë e tij dhe bagtia e tij? Jezusi përgjigj dhe tha, kushdo që pin nga ky ujë do të ketë përsëri jetje. Por kush pin nga uji që do t'i jap unë, nuk do të ketë më jetje për jetë, por uji që unë do t'i jap do të bëhet në të një burim uji që buron në jetë të përjetshme. Pra, atë çfarë neve e kemi të përjetshme e bëjmë e këmbejmë me fizike. Ne në pagëzimin ton, kur pranojmë Krishtin dhe kemi marrë falje në mëkateve, por gjithashtu Zoti na thotë keni marrë dhe dhuratën e frymës së shenjtë, edhe këtu Jezusi këtë gjë po thotë. Shpirti juaj do të bëhet burim i ujit të përjetshëm. Pra po flasim për diçka shpirtërore. Dhe thotë, oh, e kështu që i thot gruaja. Ajo përsëri po mendonte për diçka fizike, 15. Zot, më jep të pi, më jep këtë ujë që unë mos kem etje dhe mos vi këtu të nxjerr ujë. Do të thënë ajo po mendonte që po pinte një bidon ujë ose një kovë ujë, çfarë nga uji që do t'i jepte Jezusi, e kishte zgjidhur këtë problemin e etjes, nuk do vinte më të mbushte ujë, se aty mbushnin ujë për të pirë, ndërkohë që për të larë rrobat ose për të shprarë kishin me mbushnin me lum. Dhe ajo përsëri nuk po e kuptonte këtë gjë. Edhe ne shpesh herë me këtë ngatërrohemi. Neve mendojmë që jeta jon fizike është kaq. Dhe por ajo le të themi etja e shpirtit dhe uria e shpirtit nuk mund të shuhet me gjërat fizike. Pra ndaj dhe ne shpesh herë ne ndihemi, unë të paktën kështu e shpjegoj unë, mos kaq kuptoj unë nga Bibla sot, edhe me këtë lloj shpjegimi kam arritur të them. Ndaj shpesh herë, edhe ky është shpjegimi im, citimi im, nuk është le të themi nga Bibla, por është çfarë unë kam kuptuar, që nëse ne ndihemi të plogësh, të lodhur, ose të paplotësuar. Keni vënë re që kur keni bërë punët edhe ju nuk ndiheni të plotësuar kur keni bërë diçka, se ça më mungon. Ose si puna vjen nëpër shpi vërdall, se ça më hahet, se ça më pihet, po nuk e di. Shpesh herë këto gjëra kanë edhe një herë ky është shpjegimi im, kanë një lidhje shpirtërore që njeriu ndjen atë kur ndjen kënaqësinë, plotësinë fizike që ka arritur të bëjë diçka, aty del në pa dhe shpirti dhe kështu them unë, po unë, çfarë do më japësh të pi? Po unë, çfarë do më japësh të ha? Nga ana shpirtërore. Edhe
Perëndia këtë po thot, ju po shkoni tek Jeremia kapitulli 2 që lexuam së bashku. Ju po shkoni të kërkoni ujë nëpër cisternat e e e botës, le të themi, por në fakt ju keni braktisur ujin e vërtet, ujin e gjallë, ujin e pastër, ujin e përjetshëm. Ndaj edhe izraelitët në atë kohë ishin shumë të shpërndarë. Për shkak sepse ata nuk ruajtën çfarë ishte e vërteta, ata u larguan. Neve sot, çfarë po bëjmë? Apo i këmbejmë dhe neve cisternat, le të themi, shpirtërore të ujit të gjallë me cisternat me ujë fizik? Apo i largojmë neve këtë gjë? Apo kjo pyetje tjetër, apo përpiqemi ne që të zvendësojmë cisternat e ujit fizik me cisternat e ujit shpirtëror? Çfarë jemi duke bërë? Kjo është një pyetje që duhet na mundojë neve gjithmonë. Nëse neve nuk ndihemi të plotësuar, nëse ne besojmë në të vërtetë tek Perëndia ynë i gjallë, ndaj unë besoj që gjithë secili prej nesh është këtu për shkak të kësaj gjëje, sepse beson tek Perëndia i gjallë. Le të kërkojmë gjithmonë që ta ushqejmë shpirtin ton me ujin e gjallë. Le mos lejojmë gjërat fizike të botës që na mashtrojnë që të këmbejmë ujin e vërtet, ujin e gjallë me diçka që është e mbaruarshme. Pyetje pra, a je ti, unë, a jemi ne duke pirë nga uji i jetës, apo nga cisternat e prishura që nuk mbajnë ujë, apo nga pusi, apo nga çezma, apo nga uji i blerë? Neve duhet të bëjmë një lloj dallimi midis ujit të gjallë që na jep Perëndia dhe ujit ton fizik. Jeta jon ka nevojë, shpirti ynë ka nevojë për Perëndinë. Le të kërkojmë që të gjejmë paqe tek Perëndia. Le mos lejojmë gjërat e botës që të na shkatërrojnë, na e dhunojnë këtë lloj paqe shpirtërore që vetëm Perëndia mund na jap. Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë me gjithë secilin prej jush.